Sa herë Rama fliste, shumë strukeshin, skuqeshin kur i kritikonte dhe qeshtin nga sikleti teksa ironizonte deri në tallje përbuzëse, por viktimat e tij nuk bënin zë. Tashmë është e kundërta. Disa syresh që kanë dalë kundër politikave të tij, mezi presin që Rama t'i kritikojë, shantazhojë e madje jap ultimatum për përjashtime nga partia. Këtë kërkon sot Elisa Spiropali, e cila u kërcënua nga Rama që nuk do ketë më njëherë të tretë për të, por ajo reagoi. Për të tretën, po bëhet gati për të katërtën, e mezi pret që Rama të bëjë të fortin. Ish-ministria u hakërrua së fundmi nga kreu i qeverisë pasi sipas tij, herën e parë nuk erdhi në votim, herën e dytë bëre çarçafin dhe herën e tretë nuk ka. Del jashtë këtij grupi. Spiropali nuk hezitoi. Bëri një tjetër çarçaf të gjatë e kopsituar kundër formës së qeverisjes së Ramën, madje edhe duke e sfiduar. Më përjashto, Rama nuk guxoi. Nga ana tjetër, edhe Erion Braçe ka dalë hapur për të qenë ai kandidati PS si Bashkisë Tiranë, duke refuzuar kandidaturën e Ogertas Manastirliut, të shpallur me vendim personal të Ramës. Në PS ka diçka më shumë se pakënaqësia, konflikte mes njëri tjetrit në elitën e qeverisjes dhe parlament, xhelozi të hapur për fuqinë ekonomike dhe lidhjet që kanë me grupet e krimit. Kryeministri nuk është më në gjendje të ruajë balancat. Haptas e ka bërë zgjedhjen e tij, duke qeverisur me grupimin e ish-zëvendëses së tij Belinda Balluku dhe individ të tjerë pa boshtë. Çuditërisht, në kulmin e fuqisë, Rama është më i dobët se kurrë, më shumë se maturi, po tregon frikë.